بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fillojmë me emrin e Zotit me gjithë me sheshën e shpërplotit, sënduesit të madh ditës së gjykimit. Allahun e falenderojmë, Allahut e përulemi, prej Zotit kërkojmë falje dhe ndihmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet e dërgojmë zotëriut njerëzimit, vulës pejgamberisë Muhammedit alayhis salam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik, gjithë atyre që ndjekën dhe pasojnë udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun e gjithëmshirshëm që na dha shëndet, ymër dhe jetë. Takohemi edhe sot në namaz taravive me duan dhe shpresën dhe lutjen që Zoti na i ketë pranuar xherimin dhe ibadetet e kësaj dite dhe ditëve të kaluara, dhe lutim atë që na jap ymër, jetë e shëndet, i presim edhe këto pak ditë sa na ka mbetur, duke lutur atë që na gjej fundi këtij muaji shenjtë Ramazanit të falur nga gabimet dhe nga gjunohet, inshallah taala. Do të mundohemi sot me lejen e Zotit Madhreshëm të flasim rreth një cilësie apo një vetie në cilën natyrisht që agjërimi dhe Ramazani sërret në të dhe besimtari duhet ta pajisë veten e tij, dhe natyrisht është ajo cilësi me cilën jo vetëm në Ramazan, mirë po duhet ta kemi pjesë të karakterit tonë gjatë gjithë jetës tonë, dhe ky është një moral i cili quhet morali i vetmohimit. Natyrisht Ramazani, agjërimi, ashtu siç na ka mësuar Zoti i Madhreshëm dhe pejgamberi alayhis salam, është ai vetmohimi më i madh kur njeriu e bën, e që realisht nuk do ta kishte bërë për askën tjetër, duke abstenu, duke u larguar edhe nga ato që në realitet janë halal vetëm për hir të Zotit. E natyrisht neve po flasim për vetmohimin, për atë pjesën që njeriu duhet të japë përparësi tjerëve edhe nëse vetë ka nevojë për të. Ky është vetmohimi për cilën Zoti i Madhreshëm dhe pejgamberi alayhis salam na ka thirrur shumë. Është ajo pjesa kur njeriu duhet ta karakterizojë veten me këtë moral, ashtu siç kanë thënë dietarët, vetmohimi është të heqësh në dorë nga ajo për cilën ki drejt, nga kjo botë, e që nesër kur shkoj te Zoti i Madhreshëm të kënaqësh ty me të mirat e xhenetit tim. Për të treguar praktikisht se çfarë është vetmohimi dhe si duhet realizohet në jetën tonë, do të mundohemi të sjellim shembull praktik nga vetë pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam, për cilën Zoti na ka treguar në Kur'an, duke na thënë laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, ju keni shembullin më të bukur tek Muhamedi alayhis salam, e ne do të mundohemi të marrim disa sekuenca për jetës tij për të parë realisht se sa ka qenë ai vetmohues, e këtë vetmohim se ai e ka shfaqur dhe e ka transmetuar edhe te shokët e tij, te sahabët e tij, që janë gjenerata më e mirë që mas hyrjes kanë marrë mos i ta. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregohet një herë në Medinë, kishte marrë kohë ftohtë. Atsari madh, edhe njëra prej grave medinase ja kishte thurë një rrobë pejgamberit alayhis salam, ja kishte rregulluar, ja kishte qetë me dorën e saj, dhe ja kishte dërguar pejgamberit alayhis salam për ta vesh në mënyrë që mos nefte. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam e merr atë rrobë dhe vesh, shkon te shokët e tij për t'u treguar se këtë rrobë kam dhuratë nga një nan, nga një lugë. Dhe kur ju tregon pejgamberi alayhis salam, njëri prej shokëve që ishte aty ulur tha: "Ja Resulullah", tha: "A ma jap mua ato?" Pejgamberi alayhis salam filloi me buzëqesh, e hiqu atë rrobë edhe ja dhuroi atij. Dhe shokët tjerë ju kthyn atij. Sa si nuk të artë, t'ja kërkosh pejgamberit alayhis salam në gjë për cilën ai kishte nevojë. Dhe atëherë ai u tha atyre: "Tha, e ku e dini ju sa që ne s'kam nevojë për to? Tha, ne kam nevojë më shumë se pejgamberi alayhis salam për të. Pse? Tha, sepse me këtë rrobë, tha, do t'i them amanet familjes time që nesër kur të vdes, të më lëshojnë varr me këtë rrobë, kur dal para Zotit dhe them këtë rrobë më ka jap pejgamberi alayhis salam." E dyta, e dim që në histori, përgjithësi pejgamberi alayhis salam në muslimanët
kanë pas një jetë bujtë dhe të vështirë. Vazhdimisht kanë qenë të përsekutuar, të luftuar e kështu me radhë. Mirë po, kur u shlirua Meka dhe kur u fitu Khajberi, muslimanët kishin marrë buku shumë pasuni dhe kishin fillu mu fuqizu, mu bo faktor. Treguhet një herë për herësh, pejgamberi a.s. nga ploçka e luftës që kishte marrë, një lugin të tërë e kishte musht me bakti, me deve, me dele e me gjana tilla. Dhe derisa pejgamberi a.s. nga kodra për vështrante luginën me gjitha ato nimete, me gjitha ato bakti që i kishte, një plak atë pranë ti me habi i shikante se s'kishte po kur atë shumë tufa, delesh dhe devesh. Dhe kur pejgamberi a.s. me po plakun që është atë shumë i pasionuar mas kësoj që pishe, i thët atë pëlqej, i thët plaku thët po i dërgumi Zotit, s'kom po kur ka shumë. Pejgamberi a.s. për thët, nëse të pëlqejnë, tha merre jenë tuat, edhe ajo habet. Tha po bën shako me mu i dërgumi Zotit, tha shako tha i të bo me mu. Pejgamberi a.s. tha vallaj, tha nëse të pëlqejnë, tha janë tuat, merre. Edhe i mori ploku dhe pjo grau tufës. Dhe shkoj te populli vet edhe ju tha, o ju njerëz, beson në tha Muhammedin a.s. sepse kush e beson Muhammedin a.s. ai nuk peleket vorthun kur ato. Ky ka qenë vetë mohimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, një të gjë pejgamberi alayhi wasallam e kishte instalu edhe të shokët e tij. Dhe tregohet një rast prej rasteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka qenë në xhaminë e tij në Medinë. Dhe po vjen një njeri dhe po shkon te pejgamberi alayhis salam sepse sahabët në kohën e Resulullah çdo dert, çdo hall që kishin, shkonin në konsult me pejgamberin alayhis salam. Dhe ky njeri po shkon te Resulullah dhe i thotë ja Resulullah, ka ditë që s'kam hangër ushqim. Ka ditë që s'kam ngrënë ushqim dhe jam shumë i uritur. Bëma një zgjidhje. Pejgamberi alayhis salam po shkon tek shtëpia e vet dhe pyet bashkëshortet e vet a kena diçka për ushqimit në shtëpi. Dhe subhanallah, secila prej bashkëshortës për thotë veç ujë, kur gjë tjetër s'kena. Kësi jetë ka mos Resulullah alayhis salam. Tha valla na vjen keq po s'kem kurç. Pejgamberi alayhis salam po kthehet në xhami edhe po ju thot shokëve të vet. Kush e merr në konopun e tij sot, mikun apo të ftunin e pejgamberit alayhis salam. Dhe ngriti dorën njëri prej sahabëve, tha unë i dërguari i Allahut, tha, unë do ta marr musafir shtëpinë time. Dhe e mori dhe dërgoi. E uli në vend ku pritej musafiri dhe shkoi te bashkëshortja e vet, konsultoi a kishin ushqim për dorë, s'kishin, sepse ishte problem. Dhe shkoi dhe po e pyet bashkëshorten e vet. Thot, a kena ushqim për dorë sepse kam konak një musafir. Dhe çka i thot bashkëshortja? Thot, vallaj përveç ushqimit që kam përgatit për fëmijë s'kem tjetër. Çka i thot kë? Thot, do t'i marrësh fëmijët, do të luash me ta derisa t'i nxën gjumi. Kur t'i nxën gjumi ata, do ta kthesh trezën, sofrën, do t'ulemi me hangër ushqim, e llampën do t'ja ulësh dritën, ndriqimin llampës. E unë e të thot kena mu bo si kur po hojna, apo s'kena me hongër ushqim. Ka me hongër veç musafiri. Dhe kështu vendosin, dhe kështu e bojnë. Dhe subhanallah, të nesër në kur zgjuhen namaz sabahat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e thërret atë sahabion dhe të thot, Allahu dhul xhelal për 7 polqim e ka po që a keni bo ju mbron dhe ka qenë shumë i kënaqur në ato që ju e keni bo. Zoti më ka qu selam për 7 polqim, derisa ju të regut tillë me musafirin tim, Allahu e zbriti një ajet kuranor dhe çka tha? Dhe u japin përparësi të tjerëve, edhe pse vetë ka nevojë për to. Kjo është muslimani. Me këtë iman do të jetojmë këtë Ramazan. Kjo është ajo për cilën na ka ardhur agjerimi, me na tregu që edhe atëherë kur na vërtet kena nevojë, u japun tjerëve përparësi. Dashur vëllezër, nderuara motra. Pyetja është, na ku jena?
Kështu kanë qenë gjeneratat e para. Kështu kanë qenë muslimanët e parë. Na ku jemi? Neve kemi jo për një vetë. Neve kena përmirësive të Zotit për 10 vite. Se cilë prej nesh kena mush hamarët tona me tënat mira. Se cilë prej nesh kena furnizimin për vitet e tëra. Mirë po kena filluar mbyllur në zemra. Zemrat kena filluar me mbyllur. Dhe kjo problemi ma. Allahu na ka jap mjësit pa fundme, e na vë do shtrëngum shumë. Ndërsa sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ata jo vetëm këtë aspektin e ushqimet e material, ata arritën sakrifikun edhe jetën e tyre për shkak të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dujane, një sahabi nderuar i pejgamberit alayhis salam, njënën prej betejave kur armiku të shigjetat dhe shigjetat venin drejtim pejgamberit alayhis salam, tha ja Resulullah, tha unë të mbroj ty dhe kapi afër Resulullahin dhe 3 shigjetat i hudhën shpinën e tij. Tregon Ebu Bekri radiallahu anhu, thot vallahi, betohna Zotin e madh. Mas përfundimit betejës, kur e kum pa trupin e Ebu Dujanës, e ka nxorr një eriçi. Aq shumë shigjeta që ka pas duke mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu kanë qenë sahabët. Dhe në fund krejt një shembull për cilën dashurit e mi, kemi nevojë se cili prej nesh, edhe natyrisht do të marrëm sim prej këtyre shembujve. Ikrame ibn Abi Jahli. Ikrame ka qenë djali i armikut më të madh pejgamberit alayhis salam, i Ebu Jahlit. Ebu Jahli, armiku më i madh i pejgamberit alayhis salam, Ikrame i biri tij kishte pranuar Islamin. Tregohet njënën prej betejave ishte plagosur rënd Ikrame ibn Abi Jahli. Dhe mesin e ushtrisë që kishte pejgamberi alayhis salam, ishte një person i cili i shërbente me ujë ushtarëve. Atë detyrë kishte vetëm. Dhe kur plagoset Ikrame, e vendosin shurt ofër një shkëmbi, edhe bashkë me to edhe 9 tjerë prej sahabëve. Dhe vetë ushtarët plagosin njëri mbas tjetrit, i pari Ikrame. Dhe subhanallahu kur shkon ky ushtar i cili kishte për detyrë të shërbente ujë, afrohet afër Ikrames edhe i thot merr ti ujë, sepse ki nevojë, sepse je i plagosur. Ikrame e ndëgjon shokun e vet se kishte krah duke rënku, që ishte dhe ai plagosur, thot vallahi nuk pi ujë pa pi shoku jam afër meje. Dhe kur afrohet ky me botën me ujë i dyti, thot i dyti vallahi nuk pi unë pa pi i treti. E kur shkon te i treti, thot vallahi s'pi unë pa pi i katërti. Deri të mbrinte i 10. Kur mbrinte i 10 atje, i thot ai 10, thot vallahi nuk pi ujë pa pi Ikrame atje i pari. Dhe kur kthehet ky me ujë, Ikrame ka ndru jetë. Shkon te i dyti ka ndru jetë, shkon te i treti ka ndru jetë, dhe te i 10 ka ndru jetë, se cili t'u jep përparësi tjetrit. Se cili ka pas nevojë për një pikë ujë, po s'ka pipa i jep vllot vet përpara. Kështu kanë qenë sahabë. Ky është modeli me cilin na duhet të jetojmë vllaznik. Qofse si jena tillë, qofse ky Ramazan s'na bë tillë, shumë problem kena me agjërimin tonë. Qofse si jemi muslimanëve, që ka thënë pejgamberi alayhis salam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Se keni plotësuar imanin o musliman, përderisa se adam vllohut anë ato që do për veten tonë. Ky muslimani. Jo muslimani veç unë të kam dhe ti mos kish ko. Kështu. S'është cilësi e muslimanit kjo. Allah inshallah na bën që ta dojmë njëri tjetrin. Allah inshallah na bën që pe anës tonë ja mush anën e vllohut tonë. Inshallah Zoti na bën që kur vëllezërit tan mos më ndjej uria eti e na më kënaq. Allah na kënaq xhenetet e tij ashtu siç na kënaq këtë vend. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.